Spari një mesazh për diasporën shqiptare, e cila ka qenë shpirti i kësaj fushate elektorale. Thirrja ime është cili do prej tyre që mund të vijë të votojë në datën 11 maj, i bën një shërbim historik vendit dhe kombit tij. 11 maj është dita përcaktuese e të ardhmes së kombit shqiptar. Qindra mijëra emigrant u regjistruan për të votuar, por një çrregullim i organizuar u konstatua në 2 vende me postën e cila ka një emër autoritar të mirë, po që shfaqi parregullësitë më të mëdha. Kjo uroj dhe shpresoj të mos dekurajoj, po përkundrazi të nxjisë çdo qytetar shqiptar jashtë vendit që mund të vijë këto 2 ditë dhe të votojë ditën e diel në qendrat e votimit, do të ishte shërbim i jashtëzakonshëm, një rast unik që u jepet për t'i shërbyer vendit.